الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gjithmonë je njeri dordhënës, njeri që ju ndihmon tjerëve, që shpenzon për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe mos u bëj njeri lakmitar e koprat. Është begatia e madhe Allahu subhanahu wa taala ndaj teje kur ai të bën ty njeri fisnik, bujar, që i jep tjerëve, u ndihmon tjerëve. Është begatia e madhe Allahut kur ai ty të udhëzon drejt virtyteve të larta. Kur ai të ruan nga lakmia dhe kopratësia, me cilën janë sprovuar shumë prej njerëzve sot, përveç atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala duke e sqaruar vlerën e shpenzimit për hir të tij, vlerën e bujarisë dhe dordhënies thot: "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kushdo që ruhet nga lakmia e shpirtit vet, vetes vet, pikërisht të tillë do të jenë të shpëtuarit. Pra në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala po na tregon se nëse ti shpëton nga lakmia e vetvetes, nëse shpëton nga koprasia që vjen si rrjedhojë e lakmisë, atëherë ke shpëtuar dhe do të kesh sukses. Dhe e ardhmja jote do të jetë e mirë, do të jetë me njerëzit që Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë çdo të mirë. Do të jetë me ata njerëz që janë të nderuar te Allahu subhanahu wa taala. Në Sahihun e Muslimit, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Iyyakum wadh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah." Kini kujdes nga padrejtësia, sepse padrejtësia do të jetë errësira në ditën e Kiametit. Pastaj tha: "Wattaqu ash-shuhha." Kini kujdes nga lakmia. Fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum, sepse lakmia ishte pikërisht ajo që i shkatroi popujt para jush. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Ajo i nxiti ata që ta luftojnë njëri tjetrin, ta mbysin njëri tjetrin. Wastahallu maharimahum. Dhe i nxiti ata që ta preknin nderin e femrave që i kishin të ndaluar ta bënin një gjë të tillë. Pra sikur kopratësia, sikur lakmia janë morale të ulta, vepra të shëmtuara, që janë të çrtuara nga Allahu e po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Personi i cili është kopratës, personi i cili është lakmitar, është i urryer edhe në mesin e njerëzve. Pra shembull i keq në shoqërinë ku jeton. Kopratësia vjen si rezultati i lakmisë së njerit, ndërsa lakmia është ajo që e nxit njerin drejt kopratësisë. Lakmia është thellë në shpirtin e çdo njeriu, mirë po njeriu duhet ta luftojë atë, të mos i dorëzohet asaj, të mos i bindet asaj, sepse në moment që njeriu nuk tregohet lakmitar, në moment që njeriu nuk tregohet kopratës, atëherë kjo është shenjë e suksesit të tij, është shenjë e burrisë së tij. Pra Allahu po tregon se pikërisht ky person është ai që ka shpëtuar. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kushdo që ruhet dhe shpëton nga lakmia vetes së tij, pikërisht të tillët janë të shpëtuarit. Andaj merr mësim nga kjo fjalë e Allahu subhanahu wa taala, nga kjo këshill madhështore e Allahu subhanahu wa taala. Cilësohu me bujari, me dordhënie. Mos u bëj njeri kopratës, mos u bëj lakmitar ndaj pasurisë, ndaj gjërave materiale në këtë botë. Ngriti ambicjet tua, bëhu person i cili jep dhe jo që vetëm grumbullon e tubon. Shpenzo për hir të Allahu subhanahu wa taala, sepse kështu do të arrish shpërblim të madh tek ai dhe do të triumfosh me xhenetet e Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na nxit shumë që t'japim, të shpenzojmë sa më shumë sadak për hir të tij subhanahu wa taala. E ne lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyre që shpenzojnë për hir të tij, për të ndihmuar tjerët, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të mos na bëj kopras e lakmitar. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.